që mua më ka dhënë, si titull më ka dhënë shumë fryte pozitive. Cilat kanë qenë ata përparësi që i ke marrë mësi e zgjedhjes? Aktivizimi në televizion, shumë projekte, shumë ftesa nga ana aktorale, nga ana aktrimit, nga ana modelingut. Tani më domethënë vijojnë dhe kontratat vijuese nga i titulli ex-Miss, unë akoma përfitoj, le të themi, reklama pozitive dhe ftesa për aktrim ose për pjesëmarrje në emisione të ndryshme televizive, si blogere ose si imazh, në tërësinë e artit në përgjithësi. Mirë, tregom, kush e ka fitu kurorën mas teje? Në Gjermani e fitoi një vajzë nga Rusia. Jo, në Shqipëri. Pas e vendit tim. Ku ja ke dorëzu kurorën? Patjetër. Vajza e tretë që u përzgjedh është Arnita Qapi, një avokate shumë e zonja, kështu që kemi qenë 3 vajza, domethënë nga një konkurs Queen of the World, ishte Arnita që përfaqësoi Shqipërinë në Gjermani në pas meje. Pas teje. Po. Mirë, sa është frydhënëse kjo rruga të qenurit Miss? Unë mendoj që është pozitive, do të thënë miset bëjnë diferencën, por në momentin që ti je përgatitur nga ana, le të themi, shpirtërore,